ka prek pak, po edhe se këm kuptu, u kon Fjolla Morina në atë gjendjen e saj shumë të keqe, që ka qenë skandal edhe menoj që nuk u duf me kon deri në qatë pikë, se ta shpeshojmë edhe gjendjen e saj që njerëzit nuk është që e marrin mo qado që bën ajo, nuk duket interesant, se ka qenë një skandal me të vërtet që njerëzit kanë kthy edhe në hajgare, nështë ajo ka pas shumë seriozisht. Ma ky s'ka qenë skandali orkestrum. Fjolla ka qenë atë gjendje, ka hap kamerën edhe ju ka drejtu audiencës që e ndjek. Nuk e di. Po pastaj ka qenë skandaloze qysh njerëz të kanë përdor çdo fjalë të saj. Jo, ma skandaloze ka qenë kur kanë thonë që perfekte kemi na gjuhë shumë mirë. Kjo ka qenë skandali i vërtet. Po, amoni mendoj që... Tukon me indimu, ndoshta me sugjeru diçka që duhet ajo me vazhdu lojën jashtë, ata i kanë sugjeru, bravo, shumë mirë e vazhdo. Po, që kjo që... A bëhet kjo për shkak që njerëzve të tillë ju duhen skandalet edhe me skandale ata tentojnë të krijojnë famë më të lartë. Kjo që kanë thonë ata në mënyra të menduarit tyre që është. Kjo skandali më i madh. Po kjo bëhet për strategji të famës të skandalit, sepse sot çka po dëpërton, çka po dhez në showbizin shqiptar edhe në të gjitha mediat është skandali. Strategji për përfitimet tyre. Mirë, po kjo skandali më i madh, më fal, lutem. Jo, s'ka problem. Mënyra e të menduarit tyre, do të thotë mentaliteti i ult. I shikuesit apo i artistëve? Po. Unë nuk mendoj që Fjolla se ka pas asnjë familjarë ose dikon që mundet mi thonë, hej, Nalu se gabim e ki, se cili për veti nëse unë isha kun që agjendje i shkon nështë nana jame që më kish ka përdore, më kish që... Unë mendoj që e kam bo, po kjo ka një... Po jo, me marrë një telefon, me ajk telefonin prej dore, se ti përshet që nuk është në gjendje të mirë. Dhe më thonë ajo kun skandal edhe për vetin vjen shumë keq, amo ka njerë nuk e justifikaj do sene se duhen mu kontrolu para kohë. Gerti, a mendon që ka ndryshu koncepti i turpit në jetën publike? Sidomos në këto aplikacionet të ndryshme ku thjesht mu nuk ka as korniza, as turp. Po tash elita turp, fjolla turp është shumica e njerëzve e kanë. Po këta që e morrin guximin edhe me kriju diçka një content, këta e mposhtin turpin, po shumë keq me çdo skandale, sidomos kur po është ofendimi, bullizimi edhe gjithashtu ma e keq gjanat ushqimore, për mendimin tem nuk bëhet skandale me këto sene. Mënyrë shpejt. Çfarë mendimi kiti për ata njerëz të cilët janë pjesë e aplikacioneve të ndryshme edhe me një farë mënyrë po dalin deri edhe te pikat ku ishe të zhveshur? Për çka? Për të krijuar një famë më të lartë, për mu përful disa ditë e pastaj me u harru pas një kohe. Pa asnjë talent. Është një varë talenti për menimin tem. Mu zhvesha? Po ata që zhveshen e kanë edhe trupin e bukur, e kanë edhe talentin e vetë, e shesin edhe ata. Ja, sa më përqeve, sa